Finalizohet operacioni policor i koduar Shëtitësi, zbardhen një sër vjedhjesh dhe vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e disa rasteve të tjera, vifte në banesa, dyqane, markete dhe objekte kulti në territorin e bashkisë së Imarës. Identifikohet, kapet dhe vihet në pranga një 37 vjeçar nga Fushkruja, në vijim të punës për parandalimin e vjedhjeve, zbardhjen e atyre të ndodhura më parë, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Imar. Pas një pune intensive hetimore, grumbullimit të provave, administrimit të pamjeve filmike, si dhe kryerjes së veprimeve të shumta procedurale, në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, në kuadër të operacionit policor të koduar Shëtitësi, bën të mundur identifikimin, kapjen dhe ndalimin e shtetasit me inicialet AA, 37 vjeç, banues në Fushkruj. Ky shtetas dyshohet si autori i disa vjedhjeve të ndodhura gjatë periudhës janar-qershor 2026 në zonat si Dhërmi, Qeparo, Kush dhe Himar. Nga hetimet ka rezultuar se ai ka vjedhur në banesa, dyqane, markete dhe objekte kulti, shumë aparash dhe sende me vlerë në këto zona të bashkisë Imar. Në bashkëpunim me prokurorinë, ndërkohë po vijojnë dhe hetimet intensive për dokumentimin ligjor edhe të disa vjedhjeve të tjera të kryera gjatë kësaj periudhe, për të cilat 37 vjeçari dyshohet si autor. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.